Jemi sërish bashkë, kam të ftuar në studio zotin Basir Çollaku, në një lidhje direkte jemi me zotin Poli Hoxha dhe avokatin Edmond Petraj. Në këtë momente do të diskutojmë rreth aktivitetit të opozitës, protestat e një pas njëshme, e radhës është paralajmëruar, ndonë se jo tamam zyrtarisht në 12 mars. Si e pat ju protestën e fundit të opozitës, një protest që shkaktoi për shkak të finales së saj mjaft reagime? Pash industrinë e propagandës së Ramës për ta veshur protestën me gjëra që nuk ndodhen apo gjëra që nuk ishin. Natyrisht protesta nuk është shëtitje turistike, nuk është leje për të shkuar në plazh, është zemërim, është revolt, është reagim ndaj padrejtësive të ndodhura, ndaj vjedhjes, ndaj plagëshkitjes dhe pyetjet që bëhen. Pse protestojnë të shqiptarët? Çfarë ka ndodhur aty që protestojnë? Pse nuk rrinë në shtëpi? Arsyet e protestimit janë pikërisht këto që ne po flasim, po përmendim. Pra ekspansioni i krimit në administratë publike, në drejtësi, në pushtet, në ekonomi, dhe sjellja e mazhorancës, e ministrave, ka disa të janë dënuar në burg, tjerë janë pandehur, dhe ballukut kemi 3.8 miliardë euro lëvrime për investime, të cilat janë kapitulluar në Qaploç, Pogradec, Korçë, kemi 1.1 miliard euro kërkesa që drejtohet Kuvendit për zonën Balluku, pra që hetohen për shpërdorime dhe abuzime të mundshme. Dhe kur ne flasim për një buxhet të dyshuar si të vjedhur, të dyshuar në fazë dyshimi, dhe njerëzit të shohin dhe në përditshmërinë e tyre, etesën e tyre se çfarë po ndodh, çfarë po bëhet. Atëherë drejta për të protestuar. Natyrisht, nëse njerëzit janë të lumtur me vjedhjen, me krimin le të rrinë në shtëpi, nëse ata duan që mafiozët të caktojnë agjendën familjare për ditëshmërinë e tyre, të nesëmën e tyre, atëherë po. Sepse, sigurisht me votë, kur e lejon votën të ndodhë, të hidhet e lirë, unë kam qenë fushat elektorale, e di mirë se që i ka ndodhur votës, edhe pa lexuar lajmet, pra e di në terren vetë, e di mirë që bënin shtëpitë e bare, që bënin trafikantët, që bënin të fortët të thonjëse, por që ishin në grupe kriminale. Të angazhuat, dhe përveç asaj që dim ne, di shumë mirë dhe këtë tjetër, të paktën 40 dosë të ardhën nga Skyeng, që nga 2021 në 2005 vjetë që janë aty, shtapat elektoralët, mazhorancës kanë pasur trafikant droge, vrasës, deputet, ministra. Janë aty, kretë, me emra konkret. Dhe këto shtapat elektorale, çfarë prodhojnë? Dhe për shkuar të një votë, pa ndikimin e tyre, pa duar të këtyre, duhet që drejtësia, sigurisht me mbështetjen edhe të shqiptarëve, se ne nuk duhet i kërkojmë gjitha nga ndërkombëtarët. E ne kemi ves në shqiptarët jo të shëndetshëm. O presim zgjidhje nga jashtë ose ikim vetë jashtë. Kështu ka funksionuar gjithmonë. O presim zgjidhje. Këto krizë në këtë vend e kanë zgjidhur ndërkombëtarët. O presim zgjidhje nga jashtë ose ikim vetë jashtë. Pra nuk duhet ta bëjmë këtë, duhet ta bëjmë, s'pari duhet jemi ne kërkues të asaj për ndryshimin. Dhe deputarët tek protestat, që unë kam marrë pjesë në protesta edhe si opozitar, edhe si gazetar. Në të gjitha protestat, kam provuar edhe shijen e gazit qeveritar, le të themi, edhe një dhunë në gjithë mediat ndërkombëtare, e cila ka reporterët e vetë në protest, nuk ka reporterët e partive politike, flet për dhunë të ushtruar nga policia e shtetit. Atë kush e kurdisi? I bleu Partia Demokratike gjithë mediat botërore? Dhe për të ardhur tek teatri francez i Ramës, që aty morën vesh se ishin ca milionë euro që ishin dhënë një fondacioni francez. Nuk e dinin shqiptarët edhe këtë. Unë se di si nuk e dinë as opozita për ta dërëncuar. Një 7 persona aty që kanë traumatizuar, që kanë tmerruar, dhe kisha harruar që në vitin 2025, kur forcat shumë të policie rrethuan banesat e banorëve të Thethit në kulmin e pikës e turizmit të zonës dhe i nxorën në benevrek turistët për jashtë nga shtëpiat me automatik. Ç'është kjo? Imazh? Ata nuk ishin të traumatizuar që kishin automatikun tek dera e dhomës? Janë pamjet live, gjithkush i akseson. Për të ardhur tek pretendimi i dhunës së ushtruar gjëja nga protestuesit, por njëkohësisht keni edhe 2 individ me flamur amerikanë dhe shqiptarë që u turrën policët, individ të vetëm, se çfarë rreziku përfaqësonin ata dhe pretendonin, por që dhuna gjoja e ushtruar, e keni parë protestat në Paris, Berlin, Athinë. Kjo është turizëm që bëjnë opozitaret shqiptarë krahasim me ata. 2 muaj Paris ishte në flak, kanë ndjekur, kanë shkatruar, kanë rënuar, i kanë luajtur telat çdo gjë. Para 1 muaj, ngrihen zjarfiksit francez në protestë për një urdhër që nuk i lejonte të mbante mjekrën. Flakë bën vendin. Për mjekër. Punë leshi po i them, ha? Pra, ajo për çfarë ngrihen njerëzit për të drejtën, dhe ajo çfarë ndodh shqiptarëve, dhe ne duam që shqiptarët përgjigjen vetëm nga shtëpia. Po jo. Kësaj zonjës adresave, që thoshte na goditën ne në momentin më të mirë. Për formule pakëzimit është në emër të Tadhit Birit Shpirtit. Ta dëgjojmë pak Polin. Poli,
Ku ndahesh me Basirin dhe ku bashkohesh përsa i përket protestës? Bashkojmë që duhet protest, po unë, domethënë, jam i shqetësuar sepse pse kaq protesta të dobta, pse s'është protesta më e madhe, Kaq turistike. pse s'është më gjithëpërfshirëse, pse s'është më me shumë vlag, por në fundit është protestë e thirrur nga zoti Berisha dhe specifikisht Partia Demokratike aq sa është. Kështu që është si protestë partijake e mirë. Problemi është që çfarë arrin këto protesta? Çfarë unë nuk e kam të qartë sepse sa mbaron njëra Këtë pyetje i bëra dhe unë zotit. Dhe ata që marrin, sepse po të shikojmë, harxohet gjithë energjia në mbrojtje. A e vëreti dhe Basiri sot që është një djath i tipik dhe model, që vetëm bëri mbrojtje, domethënë mbrojtje të protestës. Ç'kuptim ka të mbrosh protestën? Protesta është protestë, është vetëm sulm. Aq më tepër kundra një kryeministri si regjime. Po çfarë thua më ti? Domethënë ti ke skandalin. Po edhe unë me këtë ide që duhet të jenë më të forta. Duhet të jenë më të forta. Shqetësimi im është, ky është shqetësimi dhe i gjithëve. Shqetësimi është që si ka mundësi që sa më i dobët shfaqet, sa më lakuriq në korrupsionin e vet, shfaqet mazhoranca kryeministri Rama me probleme tashmë të hapura me tretësinë, me SBA-n, gati izoluar ndërkombëtarisht sepse s'ka një takim bilateral, falëri këto multilateral si Bordi Paqes, si ka mundësi që sa më shumë i dobët shfaqet pushteti dhe Edi Rama dhe i ekspozuar, aq më dobët shfaqet opozita. Ky është problemi që duhet zgjidhur në Shqipëri. Pse? Sepse kemi një leadership opozite që nuk është kotras me Fjori me Ramën. Kaq. Dhe njerëzit, pjesa tjetër përveç atyre që dalin të partisë. Pra po thua që i shërben njëri tjetrit? Dhe janë komod në këtë pozicion? Dashi pa tjetër që i shërben. Nuk e shikoj Edi Ramën unë të shqetësuar nga Berisha. Fare. Po dhe Berisha, në fund të fundit e di shumë mirë që në fund fare, le të ecë Molotov sa të dojë, në fund fare Edi Rama do iki me votimet e kutia. Votimet e kutia ai si ka. Ai e di shumë mirë që si ka. Atëherë për çfarë është e gjitha kjo? Për mua e gjitha kjo ka një qendër graviteti që quhet SPAK. Edi Rama është duke u justifikuar për betejën që ka nisur me drejtsinë. SPAK Sali Berisha ishte di atje dhe tha është thirrur këtu nga Altin Troplini dhe nga Irena me 6 emra edhe shaulla. Një gjë që e përdor prej kohësh. Nëse mund të shtoj diçka. Poli, nëse mund të shtoj diçka rreth kësaj që thotë miku dhe kolegu im Poli. Dakord, protesta është e thirrur nga partitë politike, nga PD-ja. Në Shqipëri nuk ka sindikata. Janë zgjatime partish. Kjo pra. Po kjo pra. E kemi ngritur këtë problem. Sepse tani unë nuk do të them që ti kërkohet gjithçka një partie politike. Sepse nuk besoj se socialistët janë të lumtur nga gjendja ekonomike dhe gjendja e krimit. Janë edhe ata viktime të këtij regjimi. Dhe çdo shqiptar duhet të jetë opozitar në raport me çfarë kërkon nga vetvetja për përditshmërinë sot dhe për të nesërmen. Dhe secili nuk do të thotë që urzuar Rama dhe fitoi Berisha. Pra, angazhimi opozitar i shqiptarëve duhet të jetë për të hequr nga korrizi të keqen që u ka rënë të gjithëve. Nuk është vetëm njërës palë. Nuk vuajnë vetëm demokratët, opozitarët, edhe të majtët. Dhe socialistët nuk janë edhe në pushteti është linja pushtet, nuk janë socialistët. Ata janë në opozitë bashkë me demokratët. Dhe pastaj, kur është momenti që të çlirosh votën nga dhuna, ky është se në raport, asnjëherë në 35 vite nuk e pas raport ndërkombëtar ku thotë krimi organizuar ndikoi mbi rezultatin. Tani, do i bëjmë zgjedhjet te shtëpitë e barit, apo do i bëjmë aty ku thotë kushtetuta? Avokat, doja një opinion tuaj. Dhe për të kuptuar për mënyrën se si Basiri po e thot në mënyrën e vetë. Ju si e shihni këto aksionet e opozitës? Si e shikojmë protestën? Shikojmë, çdo lëvizje e opozitës është pozitive, por që unë spajtohem me ato protestat të dhunshme. Para njërë që nuk më pëlqen forma se këkotasin ata, vetëm policin po kotasin. Policia është në protest, nuk është as Balla, as Rama, as Poli atje, apo tjere. Në fjallë, këta atje s'ke politikanë. E para goditët policia... Se ku dalin politikanët për të kundër protest? Edhe në Francë nuk del Macron që ti të godasin Macron. Edhe Macroni nuk ka dalë përballë protestuesve në Francë. Edhe në Greqi nuk del Mitsotakis. As Mitsotakis nuk ka dalë me uniformë policie. Nuk është protesta e Basirit. Dëgjoj, që është një parti politike që vete dhe bën protest në atë formë,
vetëm protestë politike nuk është ajo. Duhet bërë si mes janar. Aty do të dalin qytetarët, aty do të dalin grupet e interesit, do të dalin këto. Po pse nuk dalin? Kjo është pyetje, për ne duhet ta bëjmë secili. Mondi, duhet secili t'ia bëjmë këtë pyetje vetes, pse nuk dalim? Nuk dalim për një politikan dhe për një kryetar partie apo një deputet. Unë çmoj se shqiptarët do të dalin s'pari për vetën. Pasir, neve kemi 30 vjet bashkë njihemi ashtu siç njihemi edhe me Polin. Ne jemi gjithmonë të njëjtat muhabete që kemi bërë para 30 vjetësh. Po. Tani, pyetja e fundit jemi në limite. Ka zgjedhje në PD? Si ka, edhe në PS. Tjetër Fjori, një sekond Fjori. Po. Dhe marrëdhënia është kjo, që ajo protestë përveç se konsumimin e veprave penale që e ka, që me të vërtet nëse do të ishte model protestat garantoj që do të kishte më shumë njerëz. Po kur njerëzit e dinë që do përfundojnë në dhonë, nuk vjen njerëzit. Cili është ky model që do të shohim në botë një model ndryshe? Po s'ka model grupet e interesit të t'i pasir tani, ne kemi parë grupet e interesit çfarë bëjnë. Ata bllokojnë rrugën, fermerët, apo të tjerët që i kanë bërë ato veprime, po jo një partia politike, një parti politike nuk bërë ato veprime. Nuk i kanë ndaluar askush grupet e interesit të reagojnë edhe shqiptarët duhet të qohen në barë. Nuk duan të asociohen me një parti për ato grupet e interesit. Fjori, nuk është aq romantike situata saq mund të përpiqemi ta mbajmë, le të themi. Kjo është një kosto për ne të gjithë dhe kryesisht për ne qytetarë shqiptarë. Politikanët, nuk kam pa një politikan në hall të asnjë partie politike. Kusuret i mbajnë vetëm qytetarë shqiptarë. Ndaj them, protesta është një nga format. Mua më duket vërtet e butë protesta, absolutisht, ta krahasoj me gjendjen për cilën reagohet. Pyetja e fundit, ka zgjedhje në pranverë në PD? Pyetje interesante kjo, sepse diskutojmë prej vitesh për zgjedhje, diskutojmë vetëm për zgjedhjen PD. Duket se ka vetëm një parti ku bëhen zgjedhje. Aty ku nuk bëhen zgjedhje, dihet se çfarë partie është. Natyrisht zgjedhjet në Partinë Demokratike po bëhen edhe në përqarje, në ato vende ku kryetarët ndërhequr për shkak të kandidimeve ose u mbaron mandati në 2026, sigurisht. Do bëhet me Kreun. Me Kreun do votohet. Do të dikush ka një emër që mund ta sfidoj Berishën sot? Dgjoj, emra ka sa duash, fitues nuk ka. Mjafton, është teruesi. Jo, në Partinë Demokratike votuesit e Berishës janë shumicë. Kjo nuk është diçka që as e shpikim, as mund ta huazojmë. Ata që votojnë zonin Berisha janë shumicë në Partinë Demokratike. Mund të ketë garues, ka sa dush, shkret e lirë. Emra ka plot, thotë zoti Çollaku. Zoti Hoxha, fitues jo. Ku si ka parë këta emra plot që e di. Emra potencial për të garuar. Jo, ka potenciale po, ka plot, por emra që kanë deklaruar s'ka fare i vetmi që ka deklaruar në kuptimin ambicien, po jo hapur se s'janë afruar në zgjedhjet, është Saljani, ata e kanë përjashtuar, e kanë shpallur antar të bandës të Çopjave, të Bajrave, të Kudiun, të gjithë bandave të Shqipërisë, tradhtar, kaq është. Domethënë, kjo është historia, siç ka qenë, sa herë janë bërë zgjedhje për ka kandiduar Berisha në PD, që me Pashkon, që me Neritan Sekët, që me gjithë, sot më mirë që s'ka se do rifen aty, e ke parasysh do ta rafin atë kandidatin, ose le të nxjerrin ndonjë siç nxori Rama Maqe Lafrorin dhe do jetë më ashtu. Sepse dhe Rama ka shpallur zgjedhje, po bën një formalitet. Zgjedhje, po bën zgjedhje në përrethe, e di pse? Sepse të dy ranë në sy, zgjedhje në fakt PD-ja i ka bërë për hir të së vërtetës, pavarësisht se si i ka bërë. E ka zbatuar statusin formal të paktën për këto gjëra, pastaj se si bën, ato janë histori të tjera. Do të shohim se çfarë ndodh. Ne këtu s'kemi një ligj të saktë për partinë, se ne harrojmë, domethënë që partitë marrin lekë nga buxheti jon dhe partitë bëjnë çfarë të duan kryetarët e partive. Marrin lekë, çdo pas zgjedhjeve marrin nga 1, nga 2, nga 3 milionë euro. Politizimi i krimit është problem. Por çështja nuk është kjo. Çështja është që këtu gjithçka buron nga kryetarokracia dhe ne ti na pyet do ketë zgjedhje atje, unë thashja do ketë. Ne dim kush do fitojë. Ta tha vet Basiri që këtu ka mbaruar filmi. Po pra po. Mund ta sfidojmë, po s'ka fitues, po. Po pse duhet ta analizoj unë për një palë zgjedhje? Kur e di kush do fitojë dhe në PS dhe në PD. Edhe gjitha kjo është nga buron gjithë kriza shqiptare. Buron nga kriza e partive. Kaq. E mbyllim. Zoti Petraj, faleminderit. Faleminderit. Zoti Hoxha, faleminderit. Zoti Çollaku, ishte kënaqësi t'ju kisha në studio. Kalojmë në një hapësirë publicitare.